Të nderuar teleshikues, mirë mbrëma. Si zakonisht pas ndeshjeve të kategorisë superiore në futboll, ne jemi këtu në këtë studio për të folur dhe analizuar kryesisht ndeshjet e vllaznisë, por në tërësi edhe kampionatin kombëtar të futbollit, ku është luajtur sot java 29, kanë qenë 3 ndeshjet e dyta, ka nisur dje me 2 sfida dhe sot janë luajtur 3 të tilla. Vllaznia mbyll në barazim 0-0 klasiken Tirana-Vllaznia, ndërkohë që edhe sfida tjetër e luajtur në Nikodovana, Teuta dhe Elbasani mbyllet në barazim pa gola 0-0, ndërkohë që në mesditë ka qenë ndeshja tjetër, Laçi ka barazuar me Egnatin kryesuese 1-1. Ndërkohë ditën e djeshme, Skënderbeu i Korçës, i cili noton urat e Turbullit, është mundur në shtëpi nga Partizani, ndërkohë që Dinamo ka fituar ndaj Bylësit. Për të analizuar këto ndeshje në tërësi dhe kryesisht të vllazninë, kam sonte një panel të përzgjedhur, ku e nisi prezantimin me Kujtim Shaben, ish futbollist i Vllaznisë dhe ish drejtues i klubit të futbollit Vllaznia. Mirë erdhe Kujto. Mirë gjeta, përndaj për ftesën. Ka pasur disa javë që ka munguar për arsye objektive, sepse angazhimet e Kujtimit janë të shumta në shumë plane, por sa herë rikthehen në studio, Kujtim Shaba është objektiv dhe për këtë edhe shikuesit e shumtë, të cilët na ndjekin edhe e presin me entuziazëm dhe me kënaqësi, madje ne e kemi në tradit postimin e panelit, të temës përkatëse në rrjetin social Facebook, dhe sa herë shikohet që është i pranishëm Kujtim Shaba, më njëherë vërshojnë komentet Kujto pozitive dhe kjo me siguri ju nxit në farë mirë. Do flasim në vazhdimsi. Valmir Kurti, trajneri i futbollit i disa skuadrave, në pjesën e parë të sezonit ishte trajneri i ekipit të klubit futbollit Shiroka dhe tashmë vazhdon me akademinë e tij. Mirë se erdhe Kurti. Mirë se qeto. Mirë se ftesën. Ndërkohë i treti për nga radha, por jo nga rëndësia, në fakt doja ta nisja nga ai se është mysafir në këtë studio, por nisa me Kujtim Shabin, që është një emblem një veteran i futbollit shkodran, por i treti i ftuar është Fatos Lamaj. Është një emër që bashkëpunon shumë me këtë studio, bashkëpunon me Shkodrën, në klubin Vllaznia, me ekipet e kategorisë të dytë dhe të tretë. Në fakt, Fatos Lamaj banon në Gjirokastër, por prej atje ndjek edhe ekipet e Vllaznisë kudo që luan. Sot është në studio dhe kemi kënaqësinë ta prezantojmë Fatos Lamaj. Mirë se erdhe Fatos. Mbrëma Gac, përshëndetje dhe është vërtet një kënaqësi. Në këtë studio, siç e tha tashmë jemi bërë pjesë bashkëpunimet e shumta. Së bashku kanë qenë shumë herët si tifoz, por tashmë edhe në një tjetër rol, sepse gjithmonë ndryshoi ai statusi prej 2 sezonesh, pjesë e komendit sportiv në radio, njëkohësisht edhe një rrugë nisur prej shumë vitesh, ku së bashku kemi arritur, si thua, kemi nisë edhe bashkëpunimet e hershme. Është kënaqësi vërtet dhe faleminderit për ftesën. Në fakt të gjithë kolegët e mi të teknikës, sapo ju panë, ju njohër mjaft mirë, sepse ne kemi nisur një bashkëpunim të hershëm, sidomos edhe në radio, kur transmitorin emisionet edhe të Europianit, apo edhe të Botrorit, ju keni qenë i vazhdueshëm dhe jeni përsëri, dhe jeni mik i gjithë këtij televizioni. Është mos e vërtet një nga bashkëpunimet, unë kam qenë jo vetëm pjesë e emisioneve, qoftë edhe me komentet në rrjetet sociale, por ka nisur shumë herët edhe si dëgjues, se kam nisur të dëgjoj radion dhe njëkohësisht RTS Shkodra në fakt nuk ka qenë aq e përhapur, por tashmë RTS-ja ka bërë këtë hapjen e gjithë këtyre televizioneve që janë pjesë e saj, dhe RTS Shkodra tashmë ndiqet në çdo vend. I kishim mundësitë nëpërmjet telefonit, por tashmë televizioni ka bërë të mundur që edhe RTS Shkodra të ndiqet kudo, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Dhe tashmë kemi mundësinë edhe për të ndjekur, unë edhe pse gjithmonë jam munduar që të paktën vërtet nuk kam ndjekur atë emisionin si të thuash në televizion direkt, por e kam ndjekur në rrjetet sociale. E kam ndjekur çdo emision tuaj dhe çdo emision edhe të paraqitur në televizionin. E rëndësishme është që e ndiqni RTS Shkodrën nga Gjirokastra dhe kjo është e rëndësishme. Dhe me këtë rast i bëre një publicitet e kësaj studio dhe televizionit në tërësi. Faleminderit se jeni sonte në studio. Pra me këtë treshe të nderuar shikues, do të flasim sonte për analizën e takimit të klasikës Tirana-Vllaznia, por edhe javën 29 në tërësi. Në fakt ne kemi planifikuar edhe një lidhje të drejtë për drejtë me Gilman Liken, i cili është në Emiratet e Bashkuara, atje ku po drejton një akademi futbollit, por për momentin regjia nuk e ka akorduar si duhet për një arsye
që si pas likës atje nuk funksionon si duhet interneti këto ditë. Po dhe sidomos me WhatsApp që ne i bëjmë këto lidhje. Po gjithsesi me kolegët e mi të teknikës, me kryeteknikun Valmir Hysa dhe të kolegët e tij të pultit të transmetimit pikërisht Ensar Basha dhe Florian Gredani, nisim komentin dhe nëse rrugës kemi edhe disa pamje nga ndeshja apo ndonjë prononcim apo kronik që mund të na vinë nga kolegët e kryeqytetit që kanë ndjekur prej së afërmi ndeshjen në Elbasan Arena me klasikën Tirana Vllaznia, i mirëpresim në studion tonë. Nisim me Kujtim Shapin. Barazim 0-0, kujto, i pëlqyeshëm për ju? Ja, i pëlqyeshëm. Mu do të fitore, po një rezultat si përgjigjet lojës të dy ekipeve. Po para se ti për të bërë analizën e ndeshjes gëc, i urej Vllaznisë që ka pas 105 vjetorin, s'kam mujt dhe me thonë në studio s'kam kena atë periull, po bani që di, nëse kena marrë me sport me radioamatorizëm, se s'kena lujtë futbol, sepse me 2 kupa i kampionat 7 vjetë drejtuesi Vllaznisë, a do është duke të pas ftes Parti Socialiste për me të thirë për 105 vjetorin. Sepse as mori kush telefon, as qej kush mesazh, as bani kush as i ftes. Tu s'ka punë partish kujton, po flasim për futbollet, keni pasur, apo jo ftes nga klubi Vllaznia, kjo e lajmi. Ta përfundoj unë, pra, atështi. Ose në me foqë persone, ose, jo ma pa, që shafon aty të anishin ashim me testa partijet, ata që palushin aty. Dhe dyta, dhe me thonë, është jo vetëm unë, janë shumë kolegë mi, shokët mi, të cilët nuk o kanë harru, o neglijenca, kush e ka organizu, ose kush e ka drejtu për punën e 505 vjetorit, për mu duhet me pas torp, sepse besoj, me 2 kupa i kampionat të Vllaznia, 7 vjetë drejtu si Vllaznisë, administratori Vllaznisë, besoj është një mos respekt. Po tu qesh, ka sa të përmana këtë? Jo, tu qesh, bashkohë me ju, sepse ju jeni një kontribus, unë thash në hapjet e emisionit, pa ditur se ju diçka keni një rezervë. Pa fyt të gjitha ata si kanë kena aty. Kjo është e rëndësishme. Ja, pa fyt dhe me thana njerëzit si kanë marrë pjesë, ose si kanë lujtë, si fundin zia kanë vesh në herë banin e Vllaznisë, dhe kjo bani çudi. Pakten duhet i respekt i ftes ose i diçka. Pak rëndësi ka, e përmenda se me që hapër këtë temë, në fush u luajt një ndeshje simbolike ekipi i veteranëve të futbollit dhe nga ana tjetër ekipi i administratës së bashkisë së Shkodrës. Në Shkodrës, në krahun e veteranëve, aty e keni pasur vendin pa tjetër dhe në krahun tjetër mund të ketë pasur edhe figura të ndryshme që edhe janë jashtë futbollit, që janë pjesë e bashkisë. Të cili informacion keni dashur të jeni ju, tek veteran? Ja, të bashkia. Tek veteran nuk ka problematik partijet. Jo më këtë ju bëra këtë pyetje, se thatë me heret që është e partisë. Tek ekipi veteranëve ishin veteranët kolegit tuaj të fushës. Aty, po, jam dakord në krahun tjetër, ishte administrat. Nuk kam lidhje hiç me krahun tjetër. Me krahun administrata e bashkisë. Administrata e bashkisë që ku kosh. Atje nuk shkon ajo se thatë punë çështje partisë. Jo, nuk thash për të administratën. Më tha i shok i jemi. Po. Ish futbollist. Po. Me kupa, kampionate, se kishin thirrë rreth. Tha, po çfarë do të shkuti më tha, si s'ke tha tes partijet, domethënë kanë për zgjell aty si mos e pas, se ishte festa. Duket për Milan. Qëndrojmë këtu, me siguri mund të ketë qenë ndonjë harresë pa qëllimshme, por Kujtim Shapa po i drejtohem me drejtuesit e klubit të futbollit Vllaznia, atyre që janë marrë me organizimin, që Kujtim Shapa e meriton. Jo vetëm Kujtim Shapa, janë shumë shokë mi si kanë luajtur futboll edhe parametra, por ata na dosh mu thirr të paktën mi respektuan tribuna me me aty. Sepse për shkak kur u bë 100 vjetori i pavarësisë, unë organizova dhe s'besoj si thirra tonë shokët e mi si fituam edhe kupën në Vlon, shkume në Vlon. Me shpenzimet tona shkume, se s'na msheti kërkosh, as fanelas na dhonin klubin atë kohë Vllaznia, po na dha Shpetim Gjika fanelat, edhe fituam me kupën e 100 vjetorit pavarësisë. Një atmosferë shkëlqyeshme. Kurse këtu e rrugë sa morën s'kan ftu tyja, domethënë
tifozat të ramani vije, kjo dhe më thënë. Jo, të drejtë, ju mirë kuptoj plotësisht sepse Ka se në thosh këtë dhe nësi kina ba radioamatorizëm. Ishte një humor ju hodhe juaj se publiku ju kupton dhe ju mirë kupton, por një kujtim shap që ka lutur në fushën e lojës për disa vite me Vllaznin, jo vetëm ndeshje kombëtare, por edhe shumë ndërkombëtare, por ajo çfarë ka më tepër rëndësi edhe drejtues për shumë vitesh i klubit të futbollit Vllaznia, edhe si administrator, edhe si drejtues i Akademisë Futbollit Vllaznia, pra kujtim shapa është një prej atyre që nuk mund të anashkalohet. Moshka mund kishe pas karrierë edhe një 5 vjet tjera, sepse mu 27 vjeç për ashtunin për futbollit me ikjen e rratisjen e 2 futbollistëve. Arsyeja pse kam rru Llomen, Arvidin me Lulin. Unë ishe me Arvidin, i ka pe Llomet, edhe hajt, me Lulin 7 muaj bërë. Kjo është një histori e ndodhur pas kthimit nga Finlanda, kur Vllaznia lundi me Rovaniemi. Në moshën më të 27 vjeç. Rihapi një temë e kujtimit që e kemi diskutuar, pra mund të rikthehemi momenti i arratisjes së famshme të portierit Arbir Hoxha dhe sulmuesit të talentuar Lozin Bershemi. Dalim tek Neshja. Këtë pret publiku të di mendimin e kujtimit. Sa kritik do të jetë për pjesën e parë, sepse një pjesë e parë kujtim Tirana pati, duhet ta pranojmë. Edhe Neshjen me Partizanin ishte një pjesë e parë dopt e Vllaznisë. Edhe këtë rall Vllaznia luajti dopt. Po ç'a bën mu ma të e për përshtypje, Vllaznia duke qalun mesin e fush. Dhe me thonë, me dëntimin dhe me ardhjen prap të Qatos, nuk është letë formin e duhur. Ose s'ka kondicionin fizik. Dhe për mu, nuk e di se për mu, Karimanovic, Deleo, Qato, Lashkënijat, se u përshtat me ekipin, u harmonizu, po adopt, janë lojtarë shumë në mesatare për të Vllaznia. Dhe dhe më thanë është një... Kanë ardhur me buj, në fakt, me perspektivë dhe me komente. Gjithmonë shive se që e. Dhe e dyta dhe më thanë, Vllaznia duhet me kriju dhe një eksperiencë, sepse duke angazhu lojtarë të ri, e fiton dhe për ty në përfiton. Dhe më thanë, një futbolist, po se morë përsipër me fut fush, si ka kënë historia, gjithmonë a fut Vajushi, a fut Bala, a fut Asani, 15 vjeç që gjysë a fut Asani loj, 16 vjeç Bala. Ka qenë koha kur ju ishe drejtues. Me promovu, sepse për ty në edhe i fiton si lojtar, një kosto financiare kanë ma tullë se këta, dhe me thonë, sot një futbolist i ri, pa marrë Alivodin, si iku morën 200.000 euro, sa mund morre. Alivodin t'je ki pas me 300.000 lek rok dhe morën 200.000 euro. Si 300.000 lek rok janë 50% e një shtëpisë edhe ushqimin si ka i futbolist. Në këtë aspekt po lëviz Vllaznia këtij sezoni, duhet ta pranojmë. S'pëlqej do ka lëvizje pozitive për elementin e ri, këtë kemi diskutuar. Ta shtrim bisedën apo jo Valmir, se të përfshijmë edhe Valmirin edhe gazetarin Lamaj. U bë ditërim si u futen, sepse u dëmtuan shumë lojtar, u dëmtu Gruda, u dëmtu Mali, u dëmtu një të lojtar që u bë 14 mungesa po. Dhe u detyruan një të lojtar. Dhe do të me merite fitoj vendin. Domethënë, një lojtar si pretendon me shit. Po këto të Vllaznia ka lojtar tjerë, që janë të mirë. Që janë? Këto si duhet Millan Tafili, thonë shafë Tafili. Dela që Tafili për shkak mu me alla me trupit mu ka mërgulluar lojtar. Unë e kam pa. është një lojtar i perspektivës, më thonë drejtë për të Tafilin, e kam komentuar me shumë pasion. Po se fute, si dhe me fitu, po se fute. Pusin e Gropose, se u baj shprej kështu, Fonose dhe me thonë, nuk e dhe ma shënës. E Fonose, e Gropose në reshtë... Pra, Fonose dhe me nuk e me njanuan mund temi, apo e lanë hije, sepse aty është pusi, edhe mund të rikthehet përsëri. E Fonose psikologikisht dëmtove më në proces. Ajo aktivizimi dhe dalja brenda lojës ishte demoralizim. Unë e kam thënë, dhe nështë ta bëhem edhe, përse kam qef gjanat si me nej, e thamë. Dhe me thënë, nuk kam as servilizëm, as është kam qef Vllaznia me dalë kampion, sepse atë djerë se si kam bërë së viti, sa vjetë e kupët e kampionatet e një gëzimi pa pomë. Po, për me kenë, me folë të dush me kenë realist, sot për sot, ekipin më të mirë, Shqipni e ka Knadja, kompletum, me kvalitete, me individ, me sjellje kyt brapa ke pa fut, ke
ai stolit është edhe ndoshta më i mirë se ky tjetri, si e kin loj, dhe këtu bëhen balancat. Kurse të vllaznia pas 2-3 momesa kena probleme. Me Fatos Lambën që na vjen si mysafir nga Gjirokastra dhe është një risi në studion tonë që një koleg nga Gjirokastra na viziton dhe është prezent në studio sepse komentet tuaja në ndeshjet nga njëra ndeshje në tjetër në emisionin që drejtohet nga Erga Kruja në Radio Tirana janë mjaft interesante. Ndeshja sot, mendimi juaj për Tirana Vllaznia sepse e keni ndjekur jo shumë larg godinës Rotësh Shkodrës me kolegun tjetër tuaj dhe tonin Edmond Dibra, i cili është kolegu juaj i mikrofonit. Gac, unë kam parë një ndeshje, siç e tha dhe profesor Shaba, do thoja që një ndeshje e cila nuk ishte në atë për vllaznin, nuk ishte në atë ritmin që të gjithë tifozët Shkodran presin. Një pjesë e parë e cila për merit padyshim do thoja të sistemit VAR, i cili është bërë protagonist i kësaj ndeshje, unë kam thënë edhe kam diskutuar me shumë njerëz, protagonist i kësaj ndeshje ka qenë sistemi VAR sot. Nëse nuk do të ishte sistemi VAR, do të ishin 2 gola dhe Vllaznia do të kishte humbur ndeshje. Do të kishte humbur ndeshje sepse ja dhënë gol. Merita e sistemit VAR, ku ka qenë dyshë Arsit Ferrataj nga Patosi dhe në avar ndihmësi i tij ka qenë Erion Bilykbashi nga Elbasani, kanë arritur që të me pamjet e monitoruara prej tyre, bashkë me në mos gaboj ka qenë operatori i rishikimit ka qenë një djalë i ri që për mua merit ka qenë e gjitha e VAR-it për të anulluar 2 gole. Që në momentin që kam parë, kam thënë janë gola të pa rregull. Shumë milimetrik ishin. Por ishin milimetrik dhe dukeshin, po ta shikoj me vëmendje, golin e parë duke që ishte offside. Është anulluar, po e them sinqerisht për pjesëmarrje në aksion. Pjesëmarrje në aksion është ky thelbi që është anulluar goli. I dyti ishte shumë vitë drejtë i diskutueshëm, vonoj shumë. I dyti është i dyti ka nga pozicioni. Vjen nga pozicioni i offside-it dhe futet brenda. Është e vërtetë ajo. Kolegët tanë të regjisë nëse i kanë pamjen. Vjen nga pozicioni i offside-it i qartë. Është e vërtetë, vjen nga pozicioni i parregullt dhe futet në pozicion të rregullt. Mosimi që bën golin te i rregull. Ajo që theksoi kolegu Lam e rëndësishme sepse për sistemin VAR është komentuar shumë me nota pozitive, shumë me nota negative. Ka gabime, mund të bëhen edhe gabime, se ka herë bëjnë edhe vizim kështu të VAR-it. Mund të them diçka. Sot ishte fatlu për Vllaznin. Po mos e ke. Mund të them diçka gac. Po. Realisht kam parë një moment. Me futje në pjesë të dytë të Çatos dhe dalin e futbollistit të në mos gaboj Sala, ka dalë Sala në mos gaboj dhe është futur Hendi Çato. Me futjen e Çatos, Çato ka marrë një karton të verdh për një ndërhyrje pranë vijës anësore. Gjyqtari kryesor Nea Jorgji, një ndër arbitrat më të mirë, por mos më i miri në vend, ka dhënë kartonin e parë dhe pas disa minutash ka bërë të njëjtën ndërhyrje. Disa metra më këteja, pjesë në të njëjtin vend, po ishte disa metra më në brendësitë e fushës. Sistemi VAR nuk e di se çfarë ndodhi, por ka mbyllur syt sepse ishte kartoni i dytë i verdh. Nëse do të kishim pamjet, mendoj që duhet kartoni i verdh i dytë për ju në një farë mënyrë po kritikoni edhe Çaton për ndërhyrjen. Ka qenë ndërhyrja sepse ishte ndërhyrje e gabuar. 2 herë i njëjti lojtar dhe trajneri. Ishte nevojshme e dytja mund të ruante më tepër për të mos marrë kuqen që në fakt nuk e mori po. Nuk e mori, i shpëtoi, unë thash, i ka shpëtuar, e thash edhe në bisedë me njerëz që ishim në lokal, e kam thënë që ka shpëtuar styrit të gjyqtarit njëkohësisht dhe të sistemit VAR. Për mua ishte kartoni i verdhë, ka qenë vetëm kujdesi i ndoshta Çatos dhe ka parë intensitetin e ndërhyrjes, po për ndërhyrje nuk mund ndërhyjnë te kartelet për kartelet VAR nuk ndërhyjnë. Ndërhyn në momentin që është sistemi VAR ta shpjegoj diçka. Kam komunikim me arbitrat e FIFA-s, të dy arbitrat dhe Hamitin edhe Jorgjin. Kam komunikim privat, kam krijuar konfidencë dhe ndërhyn sistemi VAR në momentin që shikon se është një ndërhyrje dhe për faull, mund të jetë kush direkt, njëkohësisht mund të jetë kartoni i dytë i verdh. Ndërhyn, por kur e shikon që intensiteti i një ndërhyrje në faull, qoftë edhe në zonën e mesit të fushës apo pranë vijës anësore, kur shikon që ka një dëmtim dhe ndërhyrje të paqëllimshme, rrezikon jo për to, por domethënë i ka ndërhyrë për ta vrarë ose për ta dëmtuar, atëherë ai ndërhyr sistemi VAR dhe gjyqtari mund të shohë apo të thërritet, do thosha, për të parë ato pamje. Këtë gjë nuk e bëri, por unë do thoja padyshim që trajneri, por dhe pjesëtarët e stafit, duke nisur që nga Vjerosin Sinani, duhet të shpjegojnë të gjithë lojtarëve, por duke ditur dhe intensitetin e Çatos, se Çaton e kemi patur në Gjirokastër. Hendi Çato ka luajtur luftëtari. E njëjta gjë, bënte ndeshje të mira siç ka prodhuar dhe te Vllaznia, ama në momentin kur ndërhynte, gjithmonë trajneri që ka qenë aty, që te Juliana Mataj, Hasan Lika,
Serbi, do thosha Milikovic, i ka shpjeguar pikërisht këtë gjë. Duhet të bëj shumë kujdes sepse është një nga lojtarët që lufton, prodhon shumë, por ndërhyrje të tilla mund të penalizojnë ekipin. Falmir Kurti, çfarë mund të shtoni komentit e Lamajt? Jo, për sa i përket ndeshjes së sotshme, unë realisht priç një fitore edhe për të rritë vendin e dytë, sepse besoj që Vllaznis intereson vendi i dytë është tashmë që t'jena pretendent për me kanë më të favorizuar në ndeshjet e Final Fourit, se besoj që janë caktuar ekipet që do të marrin pjesë në Final Four. E kena diskutuar sa herë tjera që besoj që bukurinë e këtij kampionati do ka prish kjo skem e futbollit, e cila nuk ka të prodhu ma ndeshje të bukura. Realisht stadiumet janë bosh dhe besoj që një ndër faktorët e kësaj pune është kjo skem, që për mua mund të quhet e dështuar. Federata shqiptare do të marrin masat, të zhvillojnë kampionatin më mirë. Falmir, për skemen e kemi konsumuar shpesh herë. Po edhe loja vazhdojnë. Thanë edhe Shaba dhe unë besoj që sot ishte një Vllazni. Dy gola pavarësisht se u anullunen, po ishin gola stafi trajneri duhet i quajnë të mirëqen. Sepse pati probleme siç ka pasur radhë të tjera. Si radhë të tjera si mbrojtja me probleme. Duke marrë gola të tillë, por na vazhdojmë prapë me atë vrazën e asaj që bëjmë një pjesë të parë të dopt, masallen pjesë dytë fillojmë rekuperojmë, pra kjo nuk ka gjë e mirë. Besoj sepse do të jena më konstant gjatë 90 minutave, të shtrim komplet në lojë, jo të losim një pjesë parë se edhe Laçnolli e njëjta situatë, pra morëm me 2 gola dhe arrit me ta kthejmë rezultatin në pjesën e dytë. Pra kjo do të jetë një analizë fellë dhe stafit drejtues se ç'a nuk funksionon dhe ç'a çalon në ekipin tonë që nuk arrim të zjarrim 90 minuta, të paktën 70% të ndeshjes ta zjarrim në të njëjtin nivel. Gac, një moment, me kujtim, pra, ajo që i thash edhe Valmirit, pavarësisht se golat nuk u quajtën edhe me të drejtë, por kishte probleme, përsëri, të 2 golat nuk ishin të vëmendshëm lojtarët e Prapavijës. Kena probleme në vertikalizimin e ekipeve të kundërshtare, ku na bajnë mbrojtje, na kena probleme. Po, për me dash me marri fitore dhe me kërku fitoren, ekipi duhet me presu nalt. Vllaznia ka fillu aba e rrezikshme vetëm nëpërmjet kundërsulmeve, duke synu balen, i në ba vetëm duke synu torën, për shkak si torë bola, ose kundërsulmin me dodin edhe me malin këtë kramë. Jena duke luajtur me topa gjatë. Dhe me thonë, kena fillu me i stil lojet, me ty aksionin dhe me kundërzbritje shpejt për me arrit me kap ekipin kundërshtar. Jo me dalet shumë racionale, me shkrodhim topit, me spostime krash, me dalë krosime, me kryu rastet pasta. Dhe me thonë, në difta sa raste pati Vllaznia më duket edhe ndrimi i balës. Më duk 7-8 minuta lojë, më duk mu i pavan. Është ndrimi i dytë Ravazi. Pavan, duke po... Përse Shaba, ndoshta bola është edhe agjerushëm. Për ta lehtësuar nga ngarkesa e madhe që ka marrë gjatë kampionatit. Mund jetë edhe kjo. Sepse ai ka, besoj se ka marrë një ngarkesë të madhe gjatë tonks këtij kampionat. Bola ka qenë një lojtar që është aktivizuar më shumtit dhe besoj që kjo do të jetë edhe një masë paraprake për të arritur nga dëmtimet. Vllaznia kur ka shpirt gore, kur bën pressingun lart, gjithë lojtarët rriten nga ana psikologjike, duke dalë rriten edhe psikologjikisht, Vllaznia bën lojë shumë bukura dhe arrin me fitore. Po është e sigurt, pak rëndësi ka, është faner fort, do të rrezikohet se do gos 4 si të fitohet Elbasani me Skënderbeun, dhe fitohet Elbasani, ose mas fitohet edhe Partizani me Skënderbeun, do të futë Elbasani në valle për vendin e 4, ku mandej në shumë skemat, sepse dinamikat. Po me qenë se Elbasani nuk arriti për... Po fatos, ndërkohë regjia me bën me dije që është gati edhe kronika e ndeshjes të Tirana Vllaznia, po fatosi ka rënë. Kam diçka në fakt, kam kuptuar një gjë. Një trajner i cili rikthehet për herë të dytë në Shkodër. E dim shumë mirë, u përfol nga tifozeria për mënyrën se si do të shkonin gjërat, por e njëjta histori si më përpara. Ndryshimet ose zvendësimet e thënë ndryshe i kryen me shumë vonesë.
Po një trajner që shikon që një lojtar nuk po ta jep, dhe një lojtar nuk po të delën ato çfartike kërkuar ekipit, si ka mundësi që zvendësimet i fillon mbas minutës së 65 dhe zvendësimi i parë sot më duket ishte për herë të parë mbas disa ndeshjeve është bërë në minutë 62. Por pas minutës së 60 dhe mbrapa, një trajner bën zvendësime. Ndërkohë që pjesën e parë ishte siç e diskutuam dhe siç e kemi thënë, një pjesë e parë shumë dobët, do të ndryshuar disa elemente. Por gjë tjetër që unë kam kuptuar, kam parë një vllazni e cila në momentin që fut lojtar si Çoba nga fillimi, flas nga fillimi i ndeshjes, në mos gaboj ka luajtur Dodaj, në mos gaboj ka luajtur Delaj disa herë. E kujtojmë që ka mundur Partizanin, në mos gaboj, ma kujtojnë ndeshjen me 8-9 mungesa, me lojtarë të cilët Ignatien po ashtu dhe një skuadër që me ndryshim total të lojtarëve, me lojtarët e rinj që u përmendën që nga Spahia, nga në mos gaboj Tafili, ka qenë disa lojtarë të aktivizuar në këtë kampionat, Vllaznia prodhon shumë do thosha me lojtarë që i fut nga stoli. Dhe këta lojtarë të rinj tashmë i shikojmë në këto ndeshje që futen jo nga fillimi. Me që jemi me ju barazimi i drejt apo mund kishte rezultat tjetër? Unë mendoj që ishin të dyja skuadrat që edhe mund ta fitonin ndeshjen, por për mënyrën se si shkuan gjërat, unë mendoj një pikë e lënë nga padyshim nga Tirana, për pjesën e parë. Nga Tirana. Është pikë, janë 2 pikë të lëna nga skuadra e Tiranës. Bukur. Tashmë është momenti të ndjekim kronikën e sfidës të klasikës Tirana-Vllaznia përmes kolegëve tanë të regjisë. E futbollit shqiptar për të rivalitetin sportiv prodhoi një barazim. Tirana është e pafat ndaj Vllaznisë, teksa 2 topa të dërguar në rrjet nga sulmuesit Xharmoni Ernest u anulluan nga sistemi VAR. Klasika e futbollit shqiptar për të rivalitetin sportiv prodhoi një barazim të badëshiruar për objektive të 2 ekipeve emblematike të superiores. Dueli javës së 29 në Elbasan Arena nisi i qetë duke bërë që raste për shënim të mungonin. Kryeqytetësit dërgojnë topin në rrjet, por festa e Uilit Xharmonit zgjati fare pak pasi francezët gjenden në pozicion jashtoje. Shkodranët japi shkëndijën e parë me Esad Malën, por Selmani zgjata duke kushtuar me vështirësi. Tirana është më insistuese në fundin e pjesës së parë duke provuar me përgjojnë e mëtej sërish për çështje centimetrash anullohet finalizimi i Ernest me kokë. Me shifrat e parta 0-0 mbyllën 45 minutat e para, ndërkohë që fraksioni i dytë nisi më mirë për kuqebllut. Klindi Qadullo shoi një prerje nga distanca duke vendosur në provë Selmanin. Në krahun tjetër Soler rrotullohet mjaft mirë në zonë, por Ediata i sfrushoi duke ka koordinatat e duhura. Pas këtij momenti si shkëmbë ashtu dhe Burdajt që munduan të rifreskojnë energjitë e skuadrave respektive. Amir Karimanovic sapo futur në fushën e lojës gati sa nuk befasoi bardhë blut. Në fundin e kohës së rregullt është Alfred Mensah që në pozicion të volitshëm nuk shënësoi kuadratin e vendasve. Përfundimisht 0-0 me Tiranën që mbledh në vendin e 8 me 30 pikë, ndërkohë që Vllaznia me këtë barazim zbret në vendin e 3. Vazhdojnë komentet me Mensah. Po atë mundësi me pranë. Ndërkohë që kronika po transmetoi, paneli po analizonte rastet që dhe Shaba me të drejtë theksoi që edhe Vllaznia mund ta mbyllte me Mensah. Por ndoqëm edhe kronikën dhe në një farë mënyrë ato gjëra që ne i konsumuam u pan edhe në pamjet televizive. Ndërkohë flasim edhe për 2 ndeshjet sotme. Barazimi, i kanë qenë 3 barazime sot, i pari me gola 1-1 në Laçi e Ignatia, ndërkohë 2 të tjerat klasika Tirana-Vllaznia, si dhe sfida tjetër e luajtur në Niko Domana, Teuta Elbasani, me rretat e paprekur 0-0. Një javë barazimesh, po themi, përpos 2 ndeshjeve djeshme që ishin me fitoren e Partizanit dhe të Dinamos. 2 ndeshjet si Laçi e Ignatia predominoi Ignatia në qarkullim topit në rastin dalje dhe sulm pavarësisht. Por trajneri i Laçit në prononcimin pas ndeshjes theksonte nuk jam i kënaqur, prisa fitoren, patem 4-5 raste theksonte. Laçi luajti fort me shpirt gare, vrapoi shumë fush futbollistët e Laçit. Po Ignatia ndoshta se kishte fort atë grindin e dëshirën për fitore. Vetëm mundohet me qarkullim topit, spustime vendesh. Sigur mos me dosh me i bë dëm. Kurse Elbasani Teuta i kjo ndeshje duke pa Teutin rrezikohet shumë. Sepse duke pa Elbasani ishte shumë më anëll në aspektin fizik, taktik, psikologjik se Teuta. Është e vërtet në fakt ka një gjë. Valmiri përmendi një pjesë që kjo skema e Final Four ka prishur këtë kampionat.
e ka prishur tërësisht sepse skuadrat tashmë që kanë siguruar atë 4-shen. Prandaj edhe Duka, me që deklaroi Duka këtu në Shkodër, dhe në ba me i provë, shumë e kundërshtojnë, dhe me shumë mundësi... Jo, ka thënë të gjitha skemat. Ka thënë të gjitha skemat. Nuk tha thjesht do më thënë pjesën e Final Four. A i tha të gjitha skemata nuk janë të mira. Do më thënë nuk ka një skem që... Atëherë i bjen që kampionati shqiptar nuk përshtohet nga si skem për futboll, pra, do më thënë, jena të dështuar në si futboll në vendin tonë. Që ose presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit arrin me deklaru që asnjëna skem nuk i përshtatet për kampionatin tonë, atë i bjen mas me luajtë futbolliç. Shiko, di çka ka tjetër Gac? Më ka bërë përshtypje një gjë. Ka pat ndeshje të Abiznet Superiore që ka patur pak tifoz. Dhe kjo skeme ka prish sepse ç'a bëjnë në fund? Vetëm hiq skuadrat e renditura nga vendi i parë dhe vendi i katërt që kanë shpërblimi nga Federata Shqiptare e Futbollit në fund, pjesa tjetër zerohet dhe hidhet një short për të caktuar 2 gjysmëfinalet dhe për nxjerrë në fund skuadrën finaliste. Por kjo skemë e tillë që mbas 36 javëve luan 2 ndeshje, 3 bashkë me ndeshjen finale, ka prishur dhe ka larguar tifozët nga stadiumi. A e pat sot sa tifoz kishte në stadium? Kush ka kapur pamjet, kush ka parë ndeshjen nëpërmjet televizorit, shikoi pak tifoz. Një numër i lartë i Tirana Fanatics të Tiranës, por në krahun tjetër më ka bërë përshtypje një gjë. Tifozët e Vllaznisë kanë hyrë me shumë vonesë, kanë hyrë mbas minutës 37 në stadiumin Elbasan Arena. Arsyeja sepse kanë hyrë Tirana Fanatics, grupi i Tiranës, me ndonjë keq menaxhimi i policisë aty në Elbasan, sepse 2 tifozëri nuk mund të kenë të njëjtën hyrje. Për mos patur përplasje mes 2 tifozërive, u garantoi këtë që shumica e tifozëve të Vllaznisë në Elbasan Arena ka hyrë pas minutës 37. Me këtë e konfirmuan me telefon dhe me pamje drejt për drejt. Shikonin tifozët jashtë stadiumit që prisin për të hyrë në stadiumin Elbasan Arena. Pjesë e parë pothuajse e mbaruar dhe në atë kohë filloi të dëgjojë kori pasaj tifozërisë së Vllaznisë që ka qenë prezente pikërisht në stadiumin Elbasan Arena. Por mendoj, e thash edhe një herë, kjo skem i qëndroi kësaj pjese, kam thënë në shumë diskutime që kjo skem po largon shumë tifozët nga stadiumet. Duke mbyllur javën 29, java e ardhshme përballë Vllaznin me ekipin koçar Skënderbeu, një Skënderbeu që vjen për jetë vdekje, me një trajner si Ernest Gjoka, i cili ka qenë trajneri i Vllaznisë dhe ndoshta kërkon pikët maksimale në Shkodër për të shpëtuar Rënjës nga kategoria. Me të drejtën Gaci, Vllaznia ka siguru Final Fourin. Skënderbeu është një ekip si nga ka bërë krenar një si shqiptarëve, duke hi, pavarësisht se ka këtë dënimin, dhe jena në tifozët e Shkodrës, jena dhe i fije prokurqarve, unë kishe po sjef hera parë me të drejtën, kishe kënë pro Skënderbeut e këtë javë, sepse në pozita, kur ka kënë Vllaznia, në pozitat të qia, ka kënë ekipi Skënderbeut, ka kënë një ndër ata ekipet të cilët e kanë mbështetur Vllaznin. Nuk e di sa ju mbështet publiku, por një ish futbollist, ish drejtues, një figurë e futbollit mund të shprehni mendimi, mund të shprehni simpati për Skënderbeun, por deri aty sa të trajtohet dashamirësinë e rezultatit ndaj një ekipi kundërshtar, nuk i ka prashë të keq jemi, unë i tham gjanat si i nin, i tham live. Nëse dashamirësinë për sa kujtimi ja kena dhuru vjet, ma të fitoren që i bani shoh, dhe besoj që akoma diskutohet. Vllaznia nuk i ka si bërë Skënderbeut, se ti na të qartë, sepse është Vllaznia ajo që vite më përpara, kur Skënderbeu rrezikote me ra për kategorisë, ja llai dorë dhe majti në kategoritë të parë. Unë besoj që na duhet luajmë për veti, pa as interes me asnjë skuadër tjetër Gaci, të sigurojmë vendin e dytë, sepse ai vendi i dytë për mua ka me kanë fazën finale shumë jetik, sepse ty një barazim të zerë në finale. Kujtym ju rikthejmë ju një herë, sikur të ishit ju sot drejtuesi i klubit Vllaznia, do ta shfaqni këtë mendim tuaj për dashamirësinë ndaj Skënderbeut? Unë kur i aty vend të tu jam, po thash, u ktheva të thash edhe si tifoz. Jo, e shpreha mendimin tim si tifoz. Fatos jemi në kretin mbyllje.
Si e parashikon Vllaznia Skënderbeu? Kujtimi u tërhoq nga ajo që bëri thirrje në farë mënyrë. Ja, dosh, u të folë si tifos, u folë si tifos. si tifos, aty kur më buni si tifos. Ndeshja unë Do të marr pikë Skënderbeu në Shkodër apo kam Vllaznia? quajtur si ndeshja e skuadrave që janë mike. Ne të gjithë diskutojmë Vllaznia Elbasani për miqësinë mes tyre, por unë mendoj sepse kam parë tifozerit që Vllaznia Skënderbeu. Dhe Vllaznia Skënderbeu. Se fat në një moment me sa dëgjova. Ja, edhe me Elbasani të gjë. Dhe po, është dhe me Elbasani. Jo, e thash me Elbasani për miqësinë. Domethënë e thash me vetdije që thash është për miqësinë, kurse Vllaznia shifra. Them kam bindjen, unë kam bindjen që Skënderbeu këtë vit e mbyll me superiore. Domethënë mbas atij vitit që prodhoi vjet duke arritur në pjesën e Final Four, jo, nuk mbijeton. Skënderbeu bie prej kategorie dhe nuk e di nëse do të ketë një moment tjetër, por unë e them që ky është viti i Vllaznisë. Të shtunën, si fiton Vllaznia, por mendoj do të ketë pak diferencë golash, jo diferencë të madhe golash. Për atë shtunën luhet shumë shpejt ndeshja në orën 18. Ardhshme, java e 30, Vllaznia Skënderbeu luhet në Loro Boriçi, është një ndeshje që Vllaznia kërkon 3 pikshin për të vjuar të jetë aty të majë vendin e dytë, ndërkohë që Korçarat janë për mbijetesë. Pikërisht me këtë koment, me këto parashikime, e mbyllim edhe për sonte emisionin tonë në emocionet e pasndeshjes që ju kushtua tërësisht asaj si tham që në fillim është vetë emisioni i tillë, analiza e ndeshjes Tirana-Vllaznia, klasika futbollit shqiptar dhe në përgjithësi ndeshjet e tjera. Patëm rastin të komunikojmë me 3 përfaqësues mjaft serioz dhe mjaft të njohur, si Kujtim Shaba, ish futbollist i Vllaznisë dhe ish drejtues i klubit Vllaznia, që në hapjet e emisionit faqet një reagim, një çeft mbetje për mos vëmendjen se nuk ka pasur ftesë për 106 vjetorin e klubit Vllaznia. Faleminderit Shaba, faleminderit Valmir Kurti, faleminderit kolegut tim nga Xhiro Kastra, gazetarit dhe komentatorit e mi njohur Fatos Lamaj. Faleminderit Gac, është kënaqësi vërtet dhe si gjithmonë e thash do të vërtet jam në prapaskene, thënë ndryshe, por ju ndjek me shumë kënaqësi. Panel profesionistësh gjithmonë dhe biseda serioze e bëjnë këtë emision, do thosha gjithmonë edhe komentet po t'i shikoni, por nuk dini se çfarë ndodh në bisedat e ndryshme, sepse kur ka një panel serioz që diskutohet ashtu siç e tha profesor Shaba, që unë i them gjërat siç ndjehen dhe gjërat në këtë emision ose në këtë studio janë thënë ashtu siç shikohen, pa censurë ose pa e diskutuar më përpara, thuan të momentit e bëjnë një emision vërtet serioz. Dhe unë për këtë e para ju falenderoj juve dhe gjithë stafin e RTS Shkodra. Ne ju urojmë suksese, pra ishte Fatos Lamaj, gazetar dhe komentator i njohur nga Xhiro Kastra në emisionin e transmetimit të njëra nga ndeshjet tjetër, Radio Tirana, korrespondent i gazetës Panorama Sport, si dhe me një emision shumë simpatik në Radio Xhiro Kastra që i kushtohet tërësisht sportit e futbollit. Faleminderit për pranimin tuaj. Faleminderit juve. Nga unë Gaspar Moraku në mbyllje të këtij emisioni së bashku me kolegët e mi të teknikës, kryeteknikun Valmir Hysa dhe 2 kolegët tjerë në pultin e transmetimit, Ensar Basha dhe Florian Gredani, e mbyllim këtë emision dhe ju lëm takim përsëri nesër mbrëma. Është emisioni Studio Sport, i cili do të trajtojë temat e tjera, pa do flasim edhe për kategorinë e parë, për futsallën kryesisht që ka fituar 2-9 në transfert me Partizanin, por edhe për lojërat me dorë. Deri atëherë miru pafshim.